Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirëplot, të nderuar miqë, të ftuar, motra dhe vëllezër, ju përshëndes të gjithëve, me paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi ju, mbi familjet tuaja. Mirë se keni ardhur sonte në këtë aktivitet që ne quajmë Mexhlis në Minber. Sonte kemi të ftuar një mik të shtrenjtë, një profesor i cili ka vlerat e tij, profesor Rodian Zekthi. Nuk është se kemi vonuar për rëndësinë e tij, por dal nga dal amëlsirat vinë nga fundi, i themi ne shqiptarët. E falenderoj shumë profesor Rudin për pjesëmarrjen e tij. I falenderoj dhe miq që e kanë shoqëruar atë nga Elbasani, edhe pse nuk është shumë larg. Ju falenderoj të gjithëve për kohën dhe për angazhimin tuaj. Tema që do flas profesor Rudi titullohet laicizmi i mendjes ose laicizimi i mendjes. Falenderoj profesor Rudin për pjesëmarrjen e tij. Falenderoj secilin prej jush dhe shpresoj që të kalojmë të gjithë momente të dobishme. Tani kjo është një çështje që rreth para 3 apo i çik më shumë vitesh mu shfaq me një lloj urgjence, si çështje, si një lloj skandali mes nesh, me cilin duhet merreshim. Që do të thotë erdhi si pasojë një konstatimi që mes nesh, mes muslimanëve, ishte stabilizuar kapitpamja metodologjike, ideja ishte, edhe kam frikë se edhe sot është në të njëjtën gjendje stabiliteti, ideja se ideja e parë që në thelb është e gabume, që dia fetare dhe dia jo fetare janë të ndame mes tyne. E sigurisht janë të ndame, pa është ndarje formale, konvencionale, siç është ndarja midis matematikës edhe gjuhësisë. Për shembull, janë shkencat të cilat kanë objekt ndryshëm njohje, kanë burime apo referenca në pjesë madhe të ndryshme, por që në origjinë nuk thot dot njëri që ato të dyja nuk janë shkenca që kanë të njëjtin status në raport me dijen e përgjithshme njerëzore. Ama vetëm kaq, dijet fetare janë të ndame konvencionalisht nga dijet jo fetare. Dijet islame janë të ndame konvencionalisht nga dijet, le të themi, mondane, të cilat kanë si objekt njohje universin, natyrën, njeriun, shoqërinë e kështu me radhë. Pra, mes muslimanëve ka zënë vend ky keq kuptim, ose më saktë ky keq konceptim i parë, që i merr vetëdijshmërisht të ndame nga njëra tjetra, dhe e dyta, që është pasoja më ekstreme dhe më e padëshirueshme për të ardhur si pasojë, edhe mund të mos vinte, por ajo në fakt ka ardhur edhe ka bërë goxha punë gjatë kohës që ne se kemi ditë apo se kemi pas në konsiderat. E dyta pra që jo vetëm që janë të ndame, por preokupimi, ndamja e një pjesë të vëmendjes apo edhe të pasionit për njohje, ndarja e një pjesë të kohës për të marrë me dijen që nuk është drejt për drejt dije fetare, kjo është problem, kjo është ideja e gabume e dytë, shumë e gabume e dytë. Bashkëlidhme janë të dyja bashkë, pjesët të së njëjtës. Pra, të merresh me këtë dijen tjetër është minimumi harxhim kohe, pra pa e ngarkuar me konotacion të posaçëm negativ, po është kohë e çumë dam që sprodhon gjë. E po edhe më keq madje, pra është një kohë që dëmton marrëdhënien autentike dhe më të mirë të mundshme me dijen fetare. Këto dy ide janë gabim, dështoja janë sigurisht gabim, por kjo e dyta mund mos jetë sigurisht gabim, e para është sigurisht gabim, sepse gjithmonë të dijet janë pjesë së tanës,
e tërësisë së diturisë mundshme të mbritshme nga njeriu. Pra, këto dy teza janë të gabume, këto dy teza janë të mjaftueshme për me shpjegu në fakt, nëse e kuptojmë deri në fund pasojat, nëse i çojmë deri në fund konsekuencat e ndjekjes së dy ideve të tilla të gabume, do mjaftonin, pashtu edhe shumë tjera që ne i dim, do mjaftonin për të shpjeguar gjendjen e pa lakmueshme në cilën gjenden muslimanët, dhe unë flas për muslimanët e këtij vendi para zgjidhash. Po në fakt kjo çështje është smundje metodologjike gjithmonë e besoj në përgjithësi e umetit e muslimanëve gjithandej kudo që janë. Pra për ta shpjeguar këtë gjendje të padëshirueshme të xhamatit shqiptar dhe më gjërë masane, do mjaftonte sikur të kuptonim damin e këtyne dy ideve të gabume. Së pari, shpresoj që në vazhdim pastaj, shpresoj që të mos ju mërzis, sepse shpesh do ndodhi që të them të rimat gjana që tashma i kam thënë, ti them prap. Nuk e di, unë këte bëj edhe së ndoshta s'di ta bëj ndryshe, po sepse menoj që është në favor të qartësisë, po ndoshta edhe në favor të mërzisë, dikujt mund t'i mërzite duke nju më shumë se sa duhet në një fjalë, në një argument, në një tezë, në një referencë, kështu me radhë. Po për momentin shumë parashikohet që ta paraqes në minutat e ardhshme. Pra, e para është që çështja e parë është që ne kemi hyrë me këto dy teza, jemi ul kam kryq në një metodë që është në origjinë është e gabume, është problematike, që është metoda e ndarjes së diturisë në dituri që vlen dhe në dituri që nuk vlen. Në një farë mënyrë dituri që nuk vlen është oksimoron, pra të dyja fjalët kundërshtojnë njëra tjetrën. Konceptualisht një gjë nëse është dituri është gjithmonë e vlefshme, e s'mund të ketë dituri të pavlefshme. Për të themi informacion apo një sistemim i caktuar njohurish që mund të jetë dhe i rrem, paçka se me premisat e veta mund duket i vlefshëm, mund të rezultojë në një moment caktuar që është e rreme, dhe në këtë kuptim mund të jetë dhe me siguri që është edhe e pa vlerë, e pa dobishme, e pa domosdoshme për njerëzit. Dhe çështja është që çështja është se mes nesh nuk është thjesht në aspektin ideologjik apo botkuptimor, pra një dije kornizuese e cila masanej përcakton themelet e orientimit edhe të mendjes dhe të përpjekjes njerëzore për ta shtu dhe certifiku dijen. Nuk bëhet fjalë vetëm për këtë dije, por mes muslimanëve bëhet fjalë edhe për dijen që në origjinë është një dije që nuk ke sesi, siç e tha Hoxha pak më përpara, s'ke sesi edhe sikur të dush që ta deklasifikosh në një farë mënyrë, pra është dija për ato që zakonisht quhen shkenca dhe modernia i ka dhënë nam të madh dhe reputacion të madh, janë shkencat në përgjithësi edhe që ndahen masanej në dy grupe, po ashtu konvencionalisht në shkenca për natyrën dhe shkencat për njeriu, shkencat humane dhe shkencat eksakte. Dhe mes muslimanëve ka një lloj aversioni, një lloj mosdashje në përgjithësi edhe ndaj këtyre grupit të shkencave, le themi shkencave shkencore, dhe jo thjesht ndaj dijes që ka një natyrë më spekulative, më deduktive, dhe që është në përgjithësisht një dije që mundet edhe të vihet në dyshim si dije që në origjinë
që është dia për njeriu, për shoqërinë e kështu me radhë. Pra, ne kemi shkuar në pikën që të refuzojmë edhe dijen e shkencave, me idenë që ajo na interferon ke dia fetare, në emër të dijes fetare na kërkohet, na sugjerohet, nënkuptohet që do duhet që të heqim dorë nga çfarëdo lloj dije tjetër që nuk ka prova me të parën që vinë prej burimeve bazë të dijes sonë që janë Kurani dhe Suneti. Po e them paraprakisht, ndoshta që më vonë mund ndaloj më gjatë, unë jam me këtë bindje tani edhe sot që kam ardhur këtu, jam me bindjen për krejt të kundërtën e kësaj. Pra unë mendoj që marrëdhënia, pra nuk është e vërtetë që marrëdhënia me dituritë e tjera interferon dhe dobëson marrëdhënien tonë me Kuranin, parazgjethash, dhe me Sunetin, por besoj krejtësisht kundërtën. Mosmarrja jonë me dituritë që ndërkohë me një mënyrë ose me tjetër kanë rekordet e veta, po që nuk janë drejt për drejt lidhura me dijen fetare dhe as me arritjet e muslimanëve. Mosmarrja jonë me këto dituri bën që edhe marrëdhënia jonë me Kuranin, me fjalën e Zotit, të jetë një marrëdhënie e pa përmbushme dot deri në fund, sepse kjo do të thotë që ti ta shqyrtosh, ta studiosh, të kërkosh të thellohesh në Kuran, duke e shkëput veten bashkë me Kuranin nga ai moment në botë dhe në kohën hapësirë, në atë moment historik në cilin je bashkë me tjerët, si musliman, dhe të përpiqesh që ta njohësh Kuranin duke e shkëput nga koha në cilën ti jeton, e duke e bërë këtë me Kuranin, ti ndërkohë ke shkëput veten nga koha në cilën ti jeton, dhe kjo do të thotë që marrëdhënia e njeriu që njeh Kuranin sot me këtë tezë, me këtë argument, me Kuranin është si marrëdhënia e një matematikani me doktrinën e numrave. Pra do të thotë përmenda matematikën sepse matematika është një shkencë e cila është e tëra deduktive, është deduksion i kulluar dhe nuk ka nevojë për njohjen e realitetit që ti të jesh një matematikan i jashtëzakonshëm edhe madje të kontribosh në zhvillimet në fushën e saj. Bile ndoshta sa më shumë të shkëputesh, ndoshta edhe aq përfshi që e ke pasionin edhe dhuntin, aq më shumë të vlen të merresh me sa më shumë të shkëputesh nga dynja lloku, mund të kontriboj për të pasur rekorde në fushën e diturisë matematikore. Një nxënës dije, një njeri që hoxh apo dhe tjetër lloj, i cili e ka lidh jetën e tij me njohjen e Kuranit edhe e konsideron atë si dijen kryesore, se me siguri është dija kryesore, kush është musliman s'ka se si mos jetë në këtë kuptim për Kuranin, sepse është e vetmja fjalë që vjen nga lart, që nuk vjen me burime njerëzore. Pra, po qëse nuk u shkëput vëmendja nga fillimi i kësaj ideje. Pra, unë vi këtu me idejen që dhe jam i hapur pastaj që ta marrë konsiderat vërejtit që mund vinë për kujdo për jush. Pra që është krejt e kundërta, njohja e dijeve mundane, njohja e mënyrës se si besoj njerëzit se kanë kuptim gjëra tjetër lloj nga ajo që besojmë neve përmes Kuranit edhe Sunetit. Kjo mënyrë po t'i njifet, kjo mënyrë po të përpiqesh që të ballafaqohesh me të, sepse në rast mas rasti ajo mund të jetë për afërt, po shpesh mund ndodhi që të jetë për kundërt me atë që thuhet në Kuran. Pra, me nevojën që ta njohësh atë për ta përgënjeshtruar, se nëse ajo thotë diçka që është kundërshtim me Kuranin, një musliman beson që ajo është e gabuar. Tani ti duhet ta njohësh atë jo për ta njoft se ke qef njohësh diçka të gabuar, po për
për ta përgjigjëstruar, për ta dekonstruktuar, se nëse ajo është në kundërshtim me atë që vjen Kur'an, ajo është në kundërshtim me natyrën e njeriu, është kundërshtim me mënyrën se si njerëzit duhet të besojnë dhe t'i bëjnë gjërat për veten dhe për individin dhe për shoqërinë. Dhe ti me këtë merak, cilin e ke merak fetar, përpiqesh për të mirën e përgjithshme, përpiqesh që të kontribosh që të ruhet feja, të ruhet mendja, të ruhet pasuria, të ruhet nderi, të ruhet shëndeti. Pra, këto janë qëllimet e shariatit. Pra dhe ti në mënyrë natyrshme duke pas këtë qëllim, në mënyrë natyrshme duhet ta njohësh një dije e cila për më tepër është dije dominuese, me shumë ndikim, domethënë, dhe nëse ajo është e gabuar, duhet ta njohësh sepse i ke obligim ta njohësh që ta përgjigjëstrosh atë në mënyrë që të kontribosh apo të ndihmosh njerëzit që të shpëtojnë nga ajo që është e gabuar dhe një pjesë e mirë njerëzve ndoshta nuk e dinë, nuk arrin dot ta përkapin si të tillë. Në këtë përpjekje, ose të përpjekje do ta bësh duke u nisur prej parimeve bazë të Kuranit edhe le të themi përmes gjithë vezullimit të vërtetave që ti i gjen faqe për faqe, ajet për ajet kuranor, herë të binë më shumë sy, herë jo, herë dikush ndriçon më shumë, herë dikush më pak prej tyre. Dhe në këtë përpjekje, pra, ti do nisesh nga Kurani për ta bërë këtë. Dhe në përpjekje që të dekonstruktosh një të vërtetë e cila mund të jetë edhe e vështirë për të dekonstruktuar, sepse ka rekordet e veta. Kjo do të kërkojë ty që të thellohesh akoma më tepër në Kur'an. Pra kjo do të kërkojë ty që marrëdhënien sado kudo të sipërfaqshme që ke pas me fjalën e Zotit, të mos e kesh më dot luksin që ta mbash, luksin e keq që ta mbash, dhe të rikthehesh dhe të mos dalësh apo të rikthehesh në mënyrë më domethënëse, në mënyrë që të gjesh tek fjala e Zotit argumenta dhe siguri dhe qartësi për pavërtetësinë dhe damsjelljen që mund vi nga një dije e caktuar që në moment caktuar përmes një konjunkture caktuar bëhet dominuese dhe përmes të qenit e rreme bëhet shkatruese, deri shkatruese për njerëzit. Në këtë kuptim të preokupohesh me njohjen e dijeve mondane, dhe në këtë rast nuk kam parasysh shkencat shkencore, sikur se thash, por kam parasysh dijen ideologjike, dijen kulturore, dijen për shoqërinë, dijen për sistemin. Njohja e kësaj me sa më shumë imtësi, me sa më shumë thellësi, me sa më shumë konsistencë jetë e mundshme, është, unë besoj kështu, është rruga më e sigurt në thellimin dijen fetare. Pra, përkundër tezës së çuditshme që ne nuk mundemi të thellohemi dijen fetare, nëse ndal një pjesë të kohës dhe mendjes që të merrem me një dije që nuk është pikërisht ajo, që thash është një tezë që nuk mundem të merrem më me të, sepse mjafton që të ekspozohet, që të kuptohet që është e çuditshme. Pra, krejt e kundërta është e vërtet, që vetëm duke adaptu një qëndrim posaçërisht impenjativ në raport me kohën në cilën jeton, dhe me idetë që qarkullojnë në kohën në cilën ti jeton. Ato mund të jenë vlefshme, mund të jenë pa vlefshme, mund të jenë pozitive, mund të jenë negative, mund të jenë, siç thash, shkatruese, vetëm duke qenë gjatë gjithë kohës në një marrëdhënie intensive me to, ti mund të marrësh incentivin e fundit që mund të merret nga njeriu në këtë botë, në raport me fjalën e Zotit, pra që të jesh tërësisht le të themi në gjendje pune apo në gjendje optimale deduksioni dhe hapjeje që të marrësh maksimumi për fjalën e Zotit. Për ta vazhdu argumentin, dhe gjitha kjo është një ligjërat në sens polemik, sepse thash ka lindë si reflektim mbi një tuf idesh, se unë përmenda dy, po
të cilat së bashku janë ide që kanë zënë vende dhe kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë dëm. Një gjë tjetër që shpresoj të ndihmoj ta kuptoj më mirë këtë që po themi, është që marrëdhënia ose ndarja e dijes, që praktikisht mund të kisha dash bëja një marrëveshje termi, fjala ndarje është normale, si thash në aspektin konvencional që ndan fushat e njohjes dhe pjesërisht edhe metodat e njohjes, kurse kjo ndarja kështu siç na ofrohet ne, kjo nuk duhet të përdor një term tjetër që është fjala përçarje. Pra, do të thotë le të themi një premisë e cila në mënyrë strukturore nuk lejon që të bëhet e mundshme e tëra, pra që tërësia të funksionojë si e tillë organikisht, por e bën atë të pamundshme dhe na fut në një qerthull pjesëtimi dhe përkatësisht masanej mangësimi dhe gjymtimi të së tërës, e cila është gjë që duhet sa të mundemi ta shmangim. Pra, ndarja e dijes ose përçarja e dijes nuk është diçka e natyrshme dhe nga pikpamja historike apo nga pikpamja historisë së njerëzve është një çështje e relacionit me sistemin, që do të thotë me tërësinë e premisave dhe institucioneve dhe në një nivel tjetër të mendësive dhe zakoneve, të cilat të gjitha së bashku përcaktojnë apo legitimojnë apo naturalizojnë një mënyrë të caktuar të qenit të një bashkësie, shpesh në një nivel edhe më të madh të shumë bashkësive, të një qytetërimit, një civilizimi tërë, dhe kjo çështje që po diskutojmë ne nuk mund të trajtohet pa e prek relacionin ton me sistemin. Pra do të thotë secili sistem përpunon le të themi agregatin e vet të dijeve përmes cilave legjitimon të gjithë gjërat, praktikisht nga themelet deri ke çatia. Dhe ato që e kanë sistemin e din, dhe ato që nuk e kanë sistemin, një pjesë atyre që nuk e kanë sistemin, një pjesë e vogël e din, ato që e kanë sistemin e din me siguri që çështja e mbijetesës së sistemit, me cilën ato kanë lidh jetën e tyre, sepse përmes atij sistemi janë dominues. Pra, mbijetesa e sistemit varet nga shkalla legjitimimi i tij, e cila shkallë legjitimimi do të realizohet nëpërmjet një strukture apo nëpërmjet një fondi të caktuar njohurish apo diturie, e cila paraqitet si e mirëqen, mundësisht si e mirëqen, si e vetkuptueshme, e cila as nuk ka nevojë për shpjegim. Po nëse ka nevojë për shpjegim, ato që e kanë sistemin duan që të jenë të sigurt edhe të kenë mjaftueshëm siguri, qartësi, propaganda është gjithmonë aty, konsistencë për hapjen e mesazheve që e mbrojnë sistemin. Dhe një nga mënyrat se si sistemi e ruan veten është të ndaj dijen, dhe thotë çfarë lloj dije që nuk përputhet me këtë që me të cilën po punojmë gjithë së bashku, çfarë lloj dije tjetër është e pavlerë në rastin më të keq, është e padobishme në rastin më të mirë, dhe ose injorohet për sa që një dije tjetër alternative është e pabesueshme ose dukshëm apo që në fillim dukshëm inferiore, pra ose neglizhohet ose ajo atakohet si një dije e keqe, si një dije problematike, si një dije shkatërruese, ato që promovojnë atë le të themi stigmatizohen edhe shkojnë derisa të persekutohen edhe të keq trajtohen nga sistemi. Dhe ky është një lloj ligji i historisë
po jo i përhershëm, sepse në histori mund jesh periudha që ka qenë dija sistemit dhe nuk është prodhuar jashtë sistemit një dije alternative. Sepse pjesa që se ka dash dije në sistemit s'ka qenë aftë prodhoj një dije alternative, delegitimuese, ose sepse dija sistemit ka qenë aq e fortë sa që nuk është rreziku ndonjëherë seriozisht. Po ama, pa çka se s'ka qenë për herë veprues si ligj, ky ligj është gjithmonë her pas here apo në mënyrë vazhdimisht të her pas hershme, po që se ka kuptim ta them kështu, ka qenë aty në histori. Dhe këtu është origjina e ndarjes, përkatësisht përçarjes së dijes, që do thot ai që ka sistemin në dorë, shpall një grup të caktuar diturish si të pavlefshme që në origjinë, dhe po mundi që të jetë i besueshëm tek kjo, ai praktikisht ka kontribuar në rrugën e pushtetit vet. Pra, së mos ndoshta më duhet ta them shprehimisht, çështja e diturisë është gjithmonë çështje pushteti. Nuk është asnjëherë çështje pastërtisht spekulacioni dhe pasioni dhe një marrëdhënie të mëvetësishme me të vërtetën. Pra, çfarë do të thotë që dituria është gjithmonë një çështje e pushtetit? Pra, ose dija do ta konfirmojë atë që sistemi është, ose do të përpiqet ta korrigjojë, pra duke ja ruajtur bazat, po duke u munduar ta reformojë apo ta revizionojë që ajo për më tepër ndoshta të ketë më të sigurt mbi jetesën, ose do t'i kundërvihet duke kërkuar që ta delegjitimojë dhe ta zëvendësojë, duke delegitimuar dijen, kjo dija e re përpiqet që do kërkojë që të ndërtojë një sistem të ri nga e para mundësisht, duke e ditë apo duke e pretenduar që në fillim pa pajtueshmërinë me këtë dijen që është në sistem. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që muslimanët shqiptar janë shoqërinë shqiptare me një dije të padyshimt tjetër nga ajo sistemit, që është një dije që e ka paraprit të dijet sistemit, që jemi neve sot, sepse vjen që prej shpallja e Kuranit ka filluar që në 610-ën. Pra ajo dije vjen që prej atëherë, që nga shekulli i 7 i erës sonë. Tani, kjo dituri është kur erdhi në Mekën e asaj kohe, në Arabinë e asaj kohe, kur i zbriti përmes shpirtit shenjt, përmes Xhibrilit i zbriti profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo dije ishte dije subversive, pra ishte një dije që në raport me sistemin nuk u përcaktua si një dije që e konfirmonte sistemin, as që e korrigjonte. Pati Muhamedi alayhis salam oferta për, le të themi, për kompromis që nuk kuptonte një lloj korrigjimi kur u bë shqetësues për parinë e Mekës. Jo, ajo erdhi si dije për ta zëvendësuar, për ta hedhur poshtë krejtësisht dijen ekzistuese, si të rreme, si dije të idhujtarisë, të tagutit, të orientimit të bindjes së njerëzve tek ajo që nuk është e vërtetë, tek marrja për të vërtetë asaj që nuk është e vërtetë, se e vërteta është Zoti. Dhe neve tani jemi në këtë shoqëri me të njëjtën dije. Ajo është një dije e përhershme, dija që vjen prej Kuranit. Tani, shoqëria që ishim deri para pak, apo shoqëria që do të jemi edhe për pak, sepse jemi në rastin më të mirë jemi në një moment tranzicioni të ndryshimit të sistemit, jo të sistemit tonë, por sistemit të përgjithshëm epistemologjik, për atë mënyrë se si ndërtohen relacionet me diturinë, me tërësinë e diturisë. Pra, kjo hë për hë është akoma në aurën e modernes, pra do të thotë një diturie, legitimimi i cilit merret prej filozofisë dhe shkencës, të shkëputur nga dija fetare. Pra, ndarja e radhës e diturisë, përçarja e radhës e diturisë ka brenda cilës jemi ne, dhe është ky sistem ku jemi ne, ka origjinën në historinë e perëndimit, në kohën kur modernia u bë dominuese në perëndim, do thotë në varësi të vendosjes së kufirit, po unë vetë edhe për lehtësi le themi këtyre 2-3 shekujve të fundit, nga shekulli 18 tek ndej, kur modernia u bë imponuese në perëndim. Modernia është emër për laikën, sepse thelbi i modernes ishte që dija e deri në tashmë në cilën ka punuar perëndimi, që ishte dija fetare përmes kristianizmit, është një dije e pa marrshme dot në konsiderat, është një dije
me natyrë as pak shkencore, është një dije mitologjike, pra që vërtetueshmëria së cilës mbështetet në një mirëkuptim pa kushtet, një mendje të paaft fëminore, praktikisht të verbër, e cila i merr mirëqenia ato që i vinë nga feja. Dhe me këto premisa, që kur erdhën në pushtet, për shembull revolucioni francez është tipik për ta kuptuar këtë, që ka në fundin e shekullit 18, 1789, e shpallën dijen fetare si një dije për fëmijë apo për pralla që s'ka lidhje në sistemin, dhe madje arsyeja që shoqëria ishte keqe, kishte qenë gjithmonë keq derisa pa ardhur revolucionarët, arsyeja kryesore ishte se njerëzit dhe institucionet mbështeteshin në dijen e pamundshme për të pretenduar si e tillë, për të konsideruar si e tillë pra të dijes fetare. Dhe ato e ndanë diturinë, dhe ajo që kemi rënë neve si kurth është diçka që na ka ardhur prej perëndimit, edhe e kemi adaptuar ne si musliman sot. Pra perëndimi e ndau dije në dije fetare dhe në dije jo fetare. Para modernes, pra në moderne. Para modernes këto nuk ishin të ndame, sigurisht që ka pas le të themi ka episodet e veta edhe historia para moderne, për na vin mend çështjet e Giordano Brunos për shembull, apo të Galileo Galileit, të cilat nuk duhen përgjithësu, po në cilat tregohet se si dija fetare e sistemit bësh agresive kur vinte ndonjë dije që mund të dyshim kanunet e kristianizmit. Por se në origjinë, edhe nëse në krahun kristian të fetarisë botërore mund të jesh shembull shqetësues të kësaj divergjence midis dijes fetare dhe dijes tjetër, në historinë e Islamit nuk e gjen një dasi të tillë, një divergjencë të tillë, sepse dijet fetare dhe dijet mondane, dijet e shkencave kanë shkuar paralelisht. Dhe hoxhallarët ishin në të njëjtën kohë dhe shkencëtarët kishin me siguri një formim solid fetar, gjë që neve nuk e gjejmë sot. Madje po ta bësh si bisedë, thonë që po kjo s'është më e mundshme. Mund të qenë një herë një kohë, po tani specializimi është vetëm gjë që mund të pretendojmë në raport me dijen. Po që të mos zgjatem, pra ajo që ka filluar që në shekullin e 18, ironikisht i quajtur shekulli i dritave, dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite, dhe ai sistemi themeluar atëherë tashmë është në fund, është ka këngën e mjelmës me. Ajo ka sjellë si trashëgimi nga pikpamja epistemologjike, metodologjike, që dija fetare është një dije e pabesueshme. Tani, çfarë kemi bën neve si gjë e parë që duhet kuptojmë është që ato patën morën në një moment sistemin në dorë, modernët, iluministët, ato që besonin tek fuqia e pafundë arsyes për të gjetur vërtetën dhe për ta çuar njeriu dhe njerëzimin përpara, edhe mund të kenë qenë të ndershëm në këtë bindje të tyre, nuk përjashtohet të kenë qenë ndershëm, po ndershmëria nuk është argument në çështjet e marrëdhënies me të vërtetën, sepse ne dimë që nuk është e mjaftueshme, nuk është mjaftueshëm në jeti, duhet që të jesh edhe metodën e duhur. Dhe ato e bën historinë e vet, e realizuan ato që mundën, aq sa mundën me fjalë, dhe sot dhe për 3 shekuj qeverisën botën duke e dëbu dijen fetare nga pjaca, nga sistemi. Tani muslimanët kanë rënë në këtë kurth, pra ky është laicizimi, laicizimi është kjo ndarje e dijes, kjo përçarje e dijes. Dhe muslimanët kanë rënë në kurth duke thënë po, është e vërtetë ajo që thot sistemi. Dija është ndarë në 2 pjesë, dije fetare, dije jo fetare. Nuk na hyn punë neve se si ato e vazhdojnë pasi pohojnë këtë. Sa ato thonë, dija fetare vlen, kjo dija tjetër nuk vlen. Problemi nuk është këtu, sepse nëse ti mbron të dijen tënde dhe ai mbron dijen e vet, dhe ti e mbron të dijen tënde duke i kthy kurrizin sistemit, ai është kaluar sepse me dijen e vet, të cilën e ka dhënë dhe e ka shpërndar gjithkund, ai do të bëj të gjithë të këqijat, se bëhet fjalë para gjithash për të bërë keq njerëzve. Këtë problem kemi në sistemin, sepse dëmtohen njerëzit, dhe ndërkohë ti
pohon themelin e tij, që dia është e ndashme, që dia është një gjë ku kemi përçarje që në origjinë, që në zanafill. E duke pohu këtë, ty tani s'të mbetet gjë tjetër vetë se të adaptosh pozicion subversiv, ti drejtohesh sistemit dhe ti thush, o ti o unë. Muslimanët po qes se kuptojnë dhe janë dedishëm dhe e din që kjo është origjina, po thanë që dia ndahet, dhe thonë kjo dia sistemit nuk vlen dhe vlen dia jonë, atëherë e vetmja rrugë që kanë, dhe unë besoj që këtë duhet bëjnë, unë besoj që ne të vetmja rrugë që kemi, këtë kemi, është që t'i drejtohemi sistemit me përqendrim dhe me vendosmëri për ta dekonstruktuar atë. A nuk na mjafton çfarë na ngjojnë veshët, çfarë na shohin syt, me çfarë është ngjinj e gjithë atmosfera për propagandës, që është e gjitha një epidemi mendore e tmerrshme që në mënyrë vazhdueshme po i bjerr kapacitetet e mendjeve të njerëzve kudo që të jenë ato. E kjo duhet jetë shqetësuese për njerëz si ne që themi që kemi të vërtetën dhe që besojmë se e vërteta e Zotit është ajo që çliron mendjet. Dhe në momentin që kemi ardhur në këtë pikë që ta pranojmë se dia jonë është e përkundërt me dijen e sistemit, si mundemi themi që ne nuk duam ta njohim dijen e sistemit, sa ajo nuk na lejon ne që neve të thellohemi ke e vërteta që është dia që vjen prej Kuranit edhe Sunetit. Kjo është praktikisht në limitet e qenit e pabesueshme. Si mund ta thush këtë? Si mund ta mendosh këtë? Pra, Kurani ka ardhur si një dije subversive, sepse sistemi i atëhershëm ishte një sistem taguti. Sistemi i sotshëm është një sistem taguti po ashtu. Pra është një sistem që i orienton kapacitetin e njeriut për adhurim, se njeriu është ndërtuar për të adhuruar, e orienton për diku tjetër përveç se tek Zoti. Dhe të sillesh në mënyrë neutrale me këtë sistem, e shpresoj që është e qartë lidhja, pra sjellje neutrale, abstenuese me këtë sistem, pra që le të themi sjellje në një skemë paralele, pra që sistemi bën jetën e vet dhe ne bëjmë jetën tonë me të vërtetën e Zotit, sjellja në mënyrë të tillë është praktikisht e pabesueshme, sepse ku rri amaneti këtu? E vërteta është amanet, fjala e Zotit është amanet. Thënia e vërtetës, sidomos kur e pavërteta është dominuese, është amanet. Kur kushtet janë, kur represioni është shumë i madh, është prapë amanet, dhe në mos të gjithë apo shumë apo pak, 1, 2, 3, një grush njerëzish duhet ta bëjnë këtë. Dhe ndërkohë që ne kemi zgjedhur gjithë si bashkësi, duket sikur na ofrohet si në emër të devocionit, në emër të frikës se mos largohemi nga feja e Zotit, kemi zgjedhur pra që të heqim dorë nga ajo që është në origjinë, natyra e Kuranit. Është një tekst subversiv, sepse është teksti i Zotit që vjen tek njerëzit, ndërkohë që njerëzit i kanë ndahe sapet me njëri tjetrin, kanë ndërtuar skemën, kanë ndërtuar institucionet e kështu me radhë, dhe me siguri që në ato që kanë bërë ato ka në mos 100%, ka një përqindje shumë të madhe gabimi dhe të keqeje. Dhe në këtë kuptim pra, neve kemi rënë në të kurth, i cili na ka bërë ne sot në shoqëri të jemi të parëndësishëm, na ka bërë sot në shoqëri, po kjo është vetëm problemi jonë, bëhemi të parëndësishëm, ne hajt se edhe e meritojmë. Po ka bërë të pa ndikimt fjalën e Zotit në shoqërinë shqiptare. Brenga jonë duhet jetë që ajo që thot Zoti në Kur'an nuk është ligjërimi i dorës së dytë, se mund të kishte në shpresë, është ligjërimi i dorës tretë, i dorës katërt, gjithmonë më pak dëgjojmë Kur'an. Gjithmonë më pak kuptojmë se njerëzit e dinë se çfarë thot Zoti në Kur'an. Shumica atyre që flasin, ato që janë përfaqësues të fobisë ndaj Islamit në këtë vend, flasin për Islamin pa di çfarë thot Zoti në Kur'an. Ka prej tyre që lexojnë Kur'anin sikur po lexojnë
një manual të cilin mund ta njohin pa e ditë historinë e përgjithshme e tij dhe kushtet me të cilat Kurani, çelësat me të cilat Kurani bëhet vërtet dhënës për ato që e njohin edhe e studiojnë. Por që të mos edhe të shkojmë inshallah deri të fundit, se kam frikë se e kam tejkalu atë limitin që ka takimi jonë në këtë moment. Pra, ndoshta ta përforcoj atë që thash, më tepër se të them në gjë të re. Pra që nuk ekziston diçka si ndarja e diturisë dhe dituria fetare, nëse neve pranojmë se duhet të jetë ndame rrektësisht nga çfarëdo lloj dije tjetër, mos harrojmë që bie në rrezikun që dija fetare pikërisht për kësaj ndarje që e promovojmë dhe ne të zhvlerësohet, sepse dija tjetër është dija e sistemit. Dhe për çfarë na duhet neve, do thot dikush, merrem me dijen e sistemit, sepse dija e sistemit përcakton formën e mendjes njerëzve dhe fatet e njerëzve me të cilët ne jetojmë, që janë njerëzit tanë. Nuk po flas për familjarët tanë apo për fisin tonë të afërt, po njerëzit që jetojnë në shoqëri janë njerëzit tanë. Asnjëri prej nesh që është këtu, besoj, mendoj përjashtim që do përforconte rregullin. Asnjëri prej nesh që është këtu nuk mund ta përfytyrojë dot mirësinë e vetes vet të shkëputur nga mirësia e njerëzve që përbëjnë këtë shoqëri. Kush ka vazhduar të rrijë këtu do të thotë që po e kërkon këtu. Kush do ikë prej këtu në kërkim të kësaj, ta di që do të bëj kompromise shumë radikale, po qëse do që të shpëtoj nga keqja këtij vendi duke shku diku në një vend tjetër, kompromise në status, në reputacion, në peshë e kështu me radhë. Në marrëdhënien atëherë do ndryshoj edhe marrëdhënia e tij me familjarët e tij, sepse do i përkasin kulturave të ndryshme e kështu me radhë. Pra, nuk e ndajmë ne dot veten tonë nga shoqëria ku jemi, sepse edhe kjo do të ishte thjesht e pakuptimt. Dhe sakoj që jemi këtu, neve na intereson sistemi, jo se është i bukur apo është i vlefshëm, na intereson sepse ai është i rëndësishëm. Pra do thotë, përkundër edhe dëshirës sonë, ai përcakton suksesin apo dështimin e pjesës më të madhe të njerëzve të cilët i ka në hyqëm apo i ka në menaxhim. Dhe në këtë kuptim të thush që dija fetare është e ndryshme nga dija tjetër, nga dija sistemit, me njëherë të çon në mënyrë obligative që ta ballafaqosh dijen e sistemit si një dije tjetër, si një dije të rëndësishme dhe tjetër, ta ballafaqosh me të vërtetën që është dija që vjen nga fjala e Zotit edhe nga gjithë çka ka thënë dhe ka bërë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ta ballafaqosh me të në mënyrë që të prodhosh dobi, të prodhosh dritë për njerëzit, sepse nëse na mungon dhimbshuria për njerëzit me të cilët jetojmë dhe ndajmë një shoqëri, atëherë më vjen keq, po kjo do ishte mjaftueshme si shenjë që jemi të cekët dhe në sipërfaqe të fjalës së Zotit. Nuk e kemi kuptuar se çfarë thot ajo. Siç e thash, du ta theksoj edhe këtë dhe pa mbyll, pra e kundërta për të thelluar, për të qenë sa më të thellë në marrëdhënien tonë, sa më autentik në marrëdhënien tonë me fjalën e Zotit, na duhet një incentivim i posaçëm i përhershëm që është ballafaqimi me të pavërtetat në kohën që neve na ka caktuar që të jemi, sepse vetëm ballafaqimi me gënjeshtrën në mënyrë me të pavërtetën, me damtoren, drejt për drejt, do ta vendosin në një lloj krize të shëndetshme marrëdhënien tënde me të vërtetën që vjen nga Kurani. Pra do t'i kthehesh në mënyrë vazhdueshme Kuranit, jo si një studiues në laborator, po si njëri që në jetën e gjallë kërkon të japë zgjidhje njerëzve, të kthehesh tek ai dhe të gjesh zgjidhjet tek ai. Pra e kundërta e asaj që vëllezën prej nesh keq konceptueshmërisht, siç thash që në fillim, e kanë marrë si të mirë qenë dhe kanë tërhequr një pjesë të mirë të xhamatit kjo. Ma bani halal që mund ta kem zgjat. Zoti ja shpërblet për durimin, shpresoj të ketë pas dobi dhe jam i hapur për të diskutuar, për të dhënë dyshim se cilën për atyre tezave që paraqita. Allah ja shpërblet.